Kredia konsumatore u rrit me ritme të larta dhe në 3 mujorin e parë të këtij viti. Sipas monitor, të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se për 3 mujorin e parë 2025, sektori bankar disbursoi rreth 13.3 miliard lek kredi të reja konsumatore. Vlera e kredisë konsumatore u rrit me 27.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Kredia konsumatore ka prekur njëkohësisht vlerën më të lartë historike për këtë periudhë të vitit. Në fund të 3 mujorit 2025, portofoli i kredisë konsumatore arriti vlerën e 92.3 miliard lekëve, në rritje me 14.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e kredisë konsumatore është e shpërndarë në të gjitha segmentet e saj kryesore. Kredia për mallrat e qëndrueshëm është rritur me 18.5%, kredia për mallra jo të qëndrueshëm me 14.6%, ndërsa overdraftet e përdorura nga individët me 8.4%.